Përshëndetje, miqtë e dashur, mirë se vini të ngellin analizë. Video radhës është prap PDK-ja, sepse kjo Besa Kabashi prap e ka bënë akuzë tron ndaj Albin Kurtit. Edhe bile kështu me gisht ja bën ti Albin Kurti, sikur Albini me koni i Serbisë. Po megjithatë këta i thonë ti i Serbisë, kështu që nuk është fort problem. Shkojnë miq ta ndëgjojnë turpin e sajna, se çfarë thot për kryeministrin, të diskutojmë së bashku e lutem. Zotri Kurti nuk je as lirimtar e as patriot, ishin student. Në atë kohë Albin Kurti çka ka qenë oj zoj? A ka qenë student ajo? E ma shumë se student bile. Po shkojmë se mos e diskutojmë fare. Mjek, bujq, nëna e baballar, djem që nuk arritën kur të plakën, vajza që mbajtën bisupe barën e një kumli. Që jaftyrën? Burrat dhe gratë u që kësu ngritën që një popull të jetonte i lirë. Qëre miq të dashur, çfarë përçarje bën ignorantja, ftyrë prishtja. Çfarë me keqare pe thon këto, me urrëtie pe thon këto. Ftyrë prisht, gjak prisht. Çfarë urrëtie bën ndaj Albin Kurtit e 51% popullit. Kjo është marrëria e Zotit. Po do të demantoj, do të çmontoj, oj shkretir. Oj, s'po du me flish gojen teme. Në fund, do e pashti se kush është Albin Kurti. Ta marrov Zoti ftyrën, dhe me sharë turp, por një grësht vota me dal me sharë kryeministin para këtë bote. Që ju ato s'keni mujt me bo, e ka bo kë. Në kushtë që kjeve që juve ja marrov Zoti ftyrën. Ty personal, ta marrov Zoti ftyrën, mbloft turpi kretë Kosovës ty. A di me folë diçka tjetër për posë që kësë bre? A dini? Komplet PDK-ja. A dini? A këja për këtë ras për PDK-n. A dini? A keni tem tjetër bre? Ta marrov Zoti ftyrën. A vetëm gjithmonë o që kë. Pse ne nuk e dim kush o që këja? Ne nuk e dim. Apo? E ti të softin, je mes me nga mi tregu podh me gënjeshtra. O që këja mësohet në histori, e që këja mësohet në shkollë. Por jo në politikë. Jo me shfryzu për politikë. O gjak prisht. Se pe që ja kanë njës votime që më falni për votime, je dalë të e fëndu për çdo ditë kryeministrin. Edhe të i përziu që kënë, është turpi i botës, i më loft turpi, o që kë. Leo që kënë, Allah, o që kë është e shtrajt, lavdi, o që kë është e shtrajt, mos e përdoni, mos e kes përdoni o që kënë. Mos e ndytni o që kënë o ndyrësira. Mos gjuni helëm i popull, së është keqë. Se popull i din. Shkojnë amiq, të ndëgjojmë këtë ndytësirë. A ki nevoj me rikujtu? Me rikujtu luftën, mas 26 vite, mi mërzit njerëz. Pse ne nuk e dim? Familjarë to nuk e din. Unë nuk e di. Të në plagët përgjithmonë, nga hiri i luftës lindi të vakaja, nga sakrifica, disiplinë. Kreti dim këto na. Kreditim na. S'ka nevojë me na tregu, absolut. Mos e munoj përfitu vota. Se veç që e ka sharën të poshtë. 0 vote ki për këtë punë. Ba keni gënjim unë 20 vjetë. O që kë. Të më shef masë që kësë. O që kë janë kogënjeshtë, që kë është zemë. O që kë në ma njeri këtu. A kënë të gjunë e Albin Kurtin ka full, ka përdore që kënë për vota. Jo. A e ka këtu, edhe këtu, në memori. Shkojnë amiq? Lina dhe partneriteti me botën demokratike lindi FSK-ja dhe nga ëndra shekullore për liri, po ngrihet ushtria e Republikës së Kosovës. E kretë këto që ti për përmen, na i dim,
se këtë jem na aty. Këtë që kjo është populli jonë. Familjarët e mi, une, ti, familjarët tu, gjithve, të Albin Kurti tonëve. Qka hen kjo këtu? Kuna për ja të regon? Kuna për do me qitë ranë? Kuna mëre? Popullit Kosovës, a? O ta marrof, zot i ftyrën ta marrof. Po s'ki ftyrë, nuk ta marron ty, se i ki syzat mbron. Të mbrojnë syzat, për shtati dele leja ty. Lama. Dëshmetar turp. Dëshmetar turp. Ti. Mi thonë Albin Kurti me gisht. Albin Kurti, ti. Ti. Nuk e fli që i gojnë si kur ti. Turpit më loftë. Për një grështë vota. Me ofendu kryeministin tonë. Me përqa popullin. Mbi gjitha me përqa popullin. Mbi gjitha edhe njerë me përqa popullin. Juve dhejo mrena s'ka me të lonë. Sidomos ty. E shumë si kur ti. Dhejo mrena s'ka me lonë. Shkojna me shkojna. Krenare, profesionale dhe në shërbim popullit tonë. Për ta kena dhonë mund. Pa tjetër, s'ka nevoj me nga të regu. Sa er dalë shka me të bo bajat. Ti për nga kalzanive se a je bomë krenar në asë bomë, me FSK-në, e me ata. Ti që i përmen, ju që i përmen një FSK-në, sa pare keni lonë ju? Për 20 vjetë. Qka keni bojë për është për 20 vjetë? Tregoj e poplit. Qka keni bojë jo 20 vjetë për është që ma shumë ka pas armatim në përodat juaj, se në kazerne. Ti për e drejton Albin Kurtit, që ta boni ushtrien me 1 miliard euro. Ti. Runa zo. Shkojna me shkojna. Historia jonë nuk u shkrua me propagandë, u shkrua me gjak. Kush ka thonë që u shkruhe? A ti për ti e mjetë për nga kalzoneve historinë, shkruhet historia, ne nuk kemi mësu histori, nësë si kemi përjetu historina? Ha? Ti, e 1983-ës, në atë koj ke pas 5 vjetë, so 15 vjetë, se ka bova më falë. Ti për në kalzën e neve që se ka ndodhë që s'ka ndodhë. Runa zë. Me dhimbje, me sakrificë dhe me dashuri për atë dheun. Askush, asnjë politikan, asnjë pushtet, asnjë ideologji nuk ka të drejtë të njollos luftën shtririmtare apo të thyë ata që ja dhanë Kosovës të ardhmen. Ta marrov zoti ftyrën, ta marrov zoti gjenazën. Gjoje një vend që e ka vendu Albin Kurti ushtrinë shtririmtare, apo UÇK-n në zemër. Gjoje ojtë softin, o ta marrov zoti ftyrën. Pse për i drejtohesh me këtë fjallor kryeministit, për çfarë arsye? Kallzoj popullit, për çfarë arsye për i drejtohet kryeministit me këtë fjallor? Tregoj popullit. E tash unë tregoj kush e kon Albin Kurti ojtë softin. Oj patarica për dëkës. Tash unë të kallzoj ty kush e kon Albin Kurti. Komandant i UÇK-s, jone, komandant i UÇK-s, tregon se kush është Albin Kurti. Sepse patriotët i bashkojnë shqiptarët, nuk i helmojnë kundër historisë. E ti që e ka bënë pataricë? Qka e ka bënë ti? Ti e që më përqanë. O zotit qka të roftë. Ti e që përshpërndan në zëformata. Zotit qka të roftë prapë. Ti e që po gënjen në loftë turpi. Ti e që po gënjen e po rren, e po ofendon kryeministin ton. Ti e ajo, jo Albin Kurti. Shkojna me që. Dhe ti, zotri Kurti, nuk je as lirimtar e as patriot. Gohet tash ojtë softin. Gohet tash se kush është Albin Kurti, nga komandanti i ushtrisë lirimtare të Kosovës.
Tani del e ha në për televizione. Ka qenë drejtori i drejtorisë politike, me të Prishtinë. Njerëz, veç me përmendur që kanë jadës. E vërtet, to s'kan uzuar me tërman. Veç. Ti oj coftin, ti oj coftin, a për ndëgjon? Kur e ka përmen Albin Kurti jo që kën, kur ka mojt Albin Kurti për e që kë, ti oj coftin, s'ke di qka është. E ti po delën për televizione, po ofendon kryeministrin, ta marrov zoti ftyrën, ta marrov. Hap kena me të njek, politikisht në më thonë për televizione, që ti s'kime mujt me dezinformu asni qikaq. Ta marrov zoti ftyrën, ta marrov për një grosht vota. Dil kallëzo, plan programin, oj softin, oj pataric. Këta dile të regohë. Po jo gënjeshtra. Jo gënjeshtra. S'ka gënjeshtra mu. Ka nde gënjeshtrat. Go. Go. Dhe moti. Edhe që të ka përvajsu politikisht pushtrin që njëftohat Kosovës. A pënin oj coftin, oj pataric, oj ranacake, o kategorish lë, a ndëgjove, pëni e fort mirë kush ka fol. Dil prap e gënjej e bodez e formata. Prap dil. Mu po më vjen keq që përdhem këto fjallë. Nuk jam këto fjallë për mi thonë une. Sidomos një zoje. Amo, kur ty s'vjen marre, me ofendu para popullit, kryeministrin, me jabo me gisht sikur me konë shka, mu edhe më heq. Se ti je ajo rëndësja me madhe që ekziston. Tani vjen gango, tani vjen ajo tjetra që ko në Amerikë, qitaku, e kështu me ra. E Zoti ftyrën ja marroft. Zoti ftyrën ja marroft. Unë e lome që i ka që juve. E këthejna me gjithë mi. Mi të dashër, kjo është video për sot, nuk kam qare me që pa më video, sa dalën kësi flishnira, sa dalën kësi rënacake që më nohën me nda poplin. Ne nuk kemi lo me nda poplin. Unë e kom shok, shumë drenic, unë e kom shok, shpis, po thëmë, jo shok, po shpis, jo të internetit, që jena familjarisht me to. Kemi miq, kemi të za, kemi tonat mirët, drenica është e jonja. Unë nuk po përqaj, po foli realitet. E këto me dalë, misë dashën, me dalë, me na fëndu neve, për parti politike, pse nuk e dojmë. Thaqena, Samina, tjetërin, pse kanë vijë dhe kanë shqitë të Kosovës. E pedu një tjetër, që s'po vijë dhe s'po shetë, po mënëm, ja ka këthi shpresën e rinisë Kosovës. Ja ka këthi shpresën nona e ona. Ju ka dhonë shpresë për me lindë ma shumë. E kjo, del, edhe aty hanë sot mundet, ja. Miq, Zoti ju rujt, atje ku jeni, ju përshëndes nga Oslo, respekt për çdo njonin, me zemra, ju përshëndes. 7 qershor, miqa, që kallëzojmë venin, tyne kësajna, rancës, s'po falë ma shumë.